Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar se do t'i drejtohet Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për të kundërshtuar dekretin e shpërndarjes së kuvendit të firmosur nga presidenti Vjosa Osmani. Lajmi është bërë i ditur nga shefja e grupit parlamentar të kësaj force politike, Arbërie Nagavci, e cila deklaroi se dokumentacioni përkatës është drejt finalizimit dhe pritet të dorëzohet gjatë së hënës. Presidenti Osmani shpalli të premten dekretin për shpërndarjen e kuvendit pas zhvillimeve në seancën e jashtëzakonshme të së njëjtës mbrëma. Seanca u mbajt vetëm pak orë para përfundimit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit vendit, por procesi u ndërprer për shkak të mungesës së kuorumit të nevojshëm për vijimin e votimit. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e ka cilësuar këtë vendim si antikushtetues. Sipas tij, procedura për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja duhet ndodh vetëm pasi të ketë dështuar edhe raundi i tretë i votimit për zgjedhjen e presidentit. Kurti theksoi se vendi ndodhet në një situatë politike që kërkon interpretim kushtetues dhe se përpara se të diskutohet për zgjedhje të reja parlamentare, është e domosdoshme që Gjykata Kushtetuese e Kosovës të japë vlerësimin e saj mbi ligjshmërinë e dekretit presidencial. Sipas tij, vetëm pas këtij vendimi mund të përcaktohet qartë rruga që duhet të ndjek vendi në vijim.